Drama pas Big Brother VIP Albania 4. Egli mohon lidhjen, Mario godet me reagim të papritur. Vetëm disa ditë pas përfundimit të edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania, drama jashtë shtëpisë po merr për masa të papritura. Ndërsa publiku ishte bindur se një lidhje kishte lindur mes Eglitako dhe Gjestit, fituesit të këtij edicioni, vetë Egli ka hedhur poshtë çdo aludim për një romancë mes tyre. Në një intervistë të fundit për media shqiptare, Egli u shpreh qartë se mes saj dhe Gjestit nuk ka pasur asnjë lidhje dashurie. Jemi afruar shumë brenda shtëpisë për shkak të kushteve dhe mbështetjes reciproke, por nuk ka pasur asgjë më shumë se miqësi, është shprehur ajo. Kjo deklarat ka ardhur si një shok për fansat që menduan se po linte një çift i ri në showbizin shqiptar. Gjesti në heshtje, por rjeti zien. Ndërkohë që Gjesti nuk ka reaguar ende publikisht ndaj deklaratës së Eglit, lëvizjet e tij në rrjetet sociale janë vëzhguar me interes të madh. Kujtojmë se ai së fundmi kishte fshirë të gjitha postimet në Instagram dhe kishte njoftuar një këngë të re, çka shumë interpretuan si pjesë e një bashkëpunimi me Eglin. A është projekti i tyre në rrezik tani? Marios nuk qëndron indiferent. Ajo që ka tërhequr vëmendje më të madhe është reagimi i Marios. U përfol për një afrim me Eglin më herët gjatë qëndrimit në shtëpi. Ai postoi në Instagram një story me tekstin enigmatik: "E vërteta gjithmonë del në pah, herët avon." Kjo frazë e shkurtër ka ndezur menjëherë rrjetin, me shumë ndjekës që aludojnë se Marios po nënkupton se Egli ka qenë më afërt me të sesa me Gjestin, ose ndoshta di diçka më shumë për raportet mes ish-banorëve. Publiku i ndar, kush po thot të vërtetën? Në komentet e shumta në rrjetet sociale, fansat janë të ndarë. Disa japin të drejtë Eglit që po vendos kufi të qartë pas daljes nga Big Brother VIP, ndërsa të tjerë e shohin deklaratën e saj si një mohim të papritur që lëndon ndjenjat e Gjestit. Ka edhe nga ata që e shohin këtë si një lëvizje për vëmendje mediatike para lansimit të projekteve të reja muzikore nga të dy. A do flas Gjesti? A është kjo fundi një romance të nisur para kamerave, apo vetëm një strategji për të shtuar kuriozitetin para një bashkëpunimi? Mbetet për tu parë në ditët në vijim.